Përshëndetje të gjithëve, mirë dita dhe mirë se erdhët në sesionin e dytë të zgjues të thirrjes së 4 të Fondit Rajonal të Sfidave, apo si do të referohemi tani tutje RCF-s. Pra ata që janë për herë parë në sesionet tona, unë jam Vesa Shehu, koordinatore rajonale në RCF, si pjesë e njësisë së menaxhimit të fondit, dhe së bashku me mua sot është kolegu si zakonisht Renato Vasili, koordinator rajonal në RCF, si dhe zëvendës udhëheqës në Fondin e Sfidës së Kosovës, KCF. Përshëndetje, faleminderit. Me qëllim që t'ju mbështesim tutje gjatë procesit të aplikimit, sesioni i sot të mundësues do të jetë i fokusuar në formën e aplikimit, si dhe dokumentet e obligueshme që kërkohet i bashkangjitën formës së aplikimit, më saktësisht shprehjes së interesit. Por para se të filloj me sesionin, do t'ja jap fjalën kolegës Aleksandra, e cila do të na mbështesë nga ana teknike e webinarit dhe të njëjtën kohë do të na sqarojë disa informata teknike. Alexandra, could you please guide us through the technical guidelines? Thank you, Vesa. Dear attendees, welcome to the tutorial and Q&A session of the Regional Challenge Fund in Kosovo. To have a smooth webinar experience, please follow this guide. To ask questions in written form, please use the Q&A option in the Zoom toolbar. To ask questions live, press the raise hand button and the moderator will call you up. In case you're having technical difficulties, contact technical support in the chat room. Thank you and enjoy the webinar. Thank you, Alexandra. Atëherë do të vijojmë tutje. Për gjithë ata pjesëmarrës që sot na bashkangjitën për herë të parë, por edhe pjesëmarrësit tjerë, fillimisht do t'ju rikujtojmë që ne tani më kemi mbajtur para 2 javësh sesionin e parë informues, ku në fakt janë prezantuar detajisht kriteret e pranueshmërisë. Shumë shkurtimisht do të theksoj edhe një herë se kush mund të aplikojë në këtë thirrje. Për gruandet të RCF-s, në fakt të drejtë aplikimi kanë konsorciumet apo partneritetet të cilat duhet të përbëhen nga të paktën një institut i arsimit dhe aftësimit profesional, që mund të jetë shkollë profesionale, fakultet, qendër trajnimi, në partneritet me minimumi 3 ndërmarrje. Aplikuesit e përzgjedhur do të përfitojnë gruande për të mbështetur investime në pajisje moderne, përmirësimin e infrastrukturës, si dhe trajnime në kuadër të aktiviteteve të zbatimit me sukses të programit trajnimit bashkëpunues me cilin aplikojnë. Financimi kërkuar nga RCF-ja duhet të jetë ndërmjet vlerës me minimumi prej 150.000 euro dhe maksimumi prej 500.000 eurosh. Do të ndalem me kaq. Gjitha, siç e theksova, informata shtesë detajisht janë prezantuar sesionin e parë. Videon e keni dhe mund ta gjeni në YouTube, në kanalin ton që e kemi dedikuar për sesione, dhe njëkohësisht ju njoftojmë se informacionet e detajuara mbi kriteret e pranueshmërisë, procedurat e aplikimit, si dhe udhëzimet për dorëzim të aplikacionit janë të disponueshme në webfaqen tonë të RCF-s, e cila krahas gjuhës angleze është e disponueshme edhe në gjuhët lokale, konkretisht edhe në gjuhën shqipe, dhe aty në fakt është sesioni dedikuar konkretisht sa i përket dokumenteve të rëndësishme mbi aplikim. Do të theksoj që në Kosovë, në kuadër të RCF-s, tani më kemi 16 projekte fituese nga 3 thirrjet e kaluara, por në rastin e Kosovës kemi edhe 12 projekte shtesë nga KCF. Domethënë, në total, në Kosovë kemi 28 projekte përfituese, ku janë të përfshira 28 BTI, institutet e arsimit profesional, më konkretisht shkolla, fakultete, qendra trajnimit, si nga sektori privat, po dhe ai publik, në partneritet apo në bashkëpunim me 101 kompani. Njëkohësisht ju uroj gjithë ju pjesëmarrës këtu që jeni sukses në aplikimin dhe uroj që të jeni pjesë të shtoheni në kuadër të numrit projekte përfituese nga Kosova.
Kosova. Atëherë vazhdojmë tutje me prezentimin e sotëm. Për t'ju orientuar më saktësisht, prezentimin do ta ndajmë në 3 pjesë kyçe. Pjesa e parë do të fokusohemi në formën e aplikimit dhe disa këshilla le të themi në pyetjet ku më tepër kemi pa nga tretëtiret e kaluara që ndoshta nuk janë plotësuar sipas kritereve të kërkuara. Pjesa e dytë e prezantimit do t'i fokusohet do të thënë prezentimit të dokumenteve shtesë të detyrueshme t'i bashkangjitën formës së shprehjes së interesit. Më konkretisht do të prezantojmë formën e buxhetit në Excel, paramasën në rastet kur është e plikueshme që kërkohen dhe investime në infrastruktura apo punime, si dhe do të prezantohet llogaritja e kontributeve të përbashkëta, që në fakt detajisht do ta prezantoj kolegu Renato, dhe në fund e kemi sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve. Në fakt ne ju inkurajojmë që gjatë pjesës që jemi duke prezantuar ruani pyetjet e juaja apo edhe mund t'i shkruani në chatin tonë dhe pastaj në fund edhe i përgjigjemi dhe çdo le të themi informatë shtesë që shku me ju formën e aplikimit. Po besoj që tani vetëm jeni duke e parë dhe duke u shfaqur në ekranet e juaja. Kjo është saktësisht se si duket forma e aplikimit, më konkretisht shpreha e interesit. Pjesa e parë në fakt është një përmbledhje mbi formën e aplikimit, aplikimit që ju përdisoni. Dhe njëkohësisht në fakt keni parasysh se pyetjet të cilat janë të shënuara me yll janë të obligueshme të plotësohen, me qëllim që t'jeni në gjendje pastaj të dorëzoni me sukses dhe aplikacionin. Forma e aplikimit është e ndarë në 9 pjesë apo sesione. 3 sesionet e para i dedikohen pjesa në fakt më dedikohen BTI-ve dhe kompanive partnere. Konkretisht sesioni i parë është sa i përket kritereve të pranueshmërisë, të cilat janë të obligueshme me qëllim të aplikimit, që aplikimi juaj të konsiderohet të suksesshëm dhe të kalojë në fazën e dytë, më konkretisht formën e plotë të aplikimit. Ky sesioni i parë, do të thonë keni për të konfirmuar kriteret e pranueshmërisë. Së pari, siç e theka, që secila nga konsorciumet duhet të përbëhet së paku nga një BTI dhe minimumi 3 kompani partnere, operimi i tyre për 2 vite dhe kështu me radhë, do të thonë pyetje që duhet të konfirmoni. Dhe në fund do të ndalesha në fakt tek pjesa e prioriteteve tematike dhe atyre kombëtare, që siç jeni njoftuar tani në sesionin e parë, keni parasysh se për të qenë të suksesshëm për të kaluar fazën e dytë, krahas kritereve tjera, kërkohet që të plotësoni adresoni një nga 3 kritere tematike, që në fakt qëndrojnë për tranzicionin e gjelbër, ose të plotësoni dhe jeni pjesë e një kriteri tjetër tematik që është për përfshirjen gjinore dhe atë sociale, transformimin digjital, apo nëse në fakt adresoni një nga këto kriteret, apo edhe mund të adresoni edhe një nga kriteret kombëtare. Kriteret kombëtare janë prezantuar në sesionin e parë, nuk do të ndalesha, janë të identifikuar 3 sektoret ekonomik kyç, si dhe fokusi i vetit, por këtu do të theksoj që ju lutem, keni parasysh që thirrja qëndron ende e hapur për gjitha BTI-t, do të thonë shkolla profesionale, qendrat e trajnimit, fakultetet, si nga sektori privat, po dhe ai publik, po dhe njëkohësisht për gjitha është e hapur nga
për gjithë sektoret ekonomik është diçka tjetër në kuadër të prioriteteve që e kemi cek, që mund të jeni, domethënë me rastin që aplikoni, mund të mos t'i përkisni asnjë nga prioritetet kombëtare, por mund të adresoni një nga prioritetet tematike që e ceka, që e cila mund të jetë një nga 3 këto të parat. Apo edhe mund të jeni në fakt t'i përkisni, t'i adresoni një nga prioritetet tematike, apo mund të jetë opsionale edhe 2, po njëkohësisht edhe të bëni pjesë e prioriteteve kombëtare. Dhe në fund, në fakt, krahas klikimit, nevojitet të sqaroni qartazi se si planifikoni t'i adresoni prioritetet e selektuara që i keni bërë më sipër. Tani do të vijojmë me pjesën e dytë të formës aplikimit. Do të theksoj që në fakt e keni për të ruajtur butonin Save Progress, po të njëjtën kohë forma e aplikimit automatikisht në gjitha ndryshimet që ju keni bërë. Këtu kemi për të kthyer nga tek përmbledhja e formës aplikimit, butonin Return to Summary. Dhe ja ku jemi tani në përmbledhja e formës. Sesioni i dytë i dedikohet informatave sa i përket BTX, e cila në fakt ka dhe rolin lider në projekt. Informatat kanë bëjnë, le të themi, informata përgjithshme, emri, adresa, telefoni, siç mund t'i shihni, është me rëndësi të cekët përfaqësuesi ligjor, akreditimi, pronësia, data e regjistrimit, stafi, një përshkrim i shkurtër, po çka do të theksoja, çka është me rëndësi, është sa i përket në fakt edhe datës së regjistrimit, përshkrimi. Njëjta informata duhet të plotësohen edhe për VTI-n e dytë, në rast në fakt nëse planifikoni të aplikoni me 2 VTI, por siç e kemi theksu, lirshëm mund të aplikohet edhe me vetëm një VTI. Por është patjetër që të jenë pjesë e projektit, konsorciumit, minimumi 3 kompani partnere. Atëherë kalojmë tek pjesa e kryesore e përfaqësës, përmbajtja, dhe pjesa e tretë, apo sesioni i tretë i formës së aplikimit, që i dedikohet kompanive partnere në konsorcium. Theksuam disa herë që minimumi duhet të jenë 3 kompani, domethënë numri i kompanisë, emri, adresa, data regjistrimi, që sikurse për VTI duhet të jetë minimumi nga data kur është shpallur thirrja e 4 për aplikim, që është data 7 prill 2025. Karakteristikat kryesore të ndërmarrjes kompanisë parë 2-3 dhe kështu me radhë. Në rastin në fakt nëse planifikohet të jenë më tepër se 3 kompani pjesëmarrëse, atëherë është sesioni i 4 që duhet të shtohen kompanitë shtesë, kompania 4, ku maksimumi i kompanive pjesëmarrëse në një aplikacion mund të jetë 10, domethënë bëhet pyetja nëse kërkohen kompani shtesë, në rast se po, atëherë edhe vetëm shtohen hapësirat përkatëse për kompanitë tjera shtesë. Këtu do të theksoj që keni parasysh se secila nga pyetjet është, domethënë krahas pyetjes ka edhe vetë shpjegimin e tij saj, kështu që po besoj edhe vetë shpreha forma e aplikimit është jo shumë e komplikuar për të mos thënë e thjeshtë për të plotësuar. Tani do të ndalem tek pjesa apo sesioni i 5 i formës së aplikimit, që i dedikohet në fakt programit bashkëpunues me të cilin aplikoni.
Këtu në fakt fillimisht pyetja është që nëse programi juaj bashkëpunues është ekzistues, apo është program i ri, do më thënë ne jemi të hapur për dy format e programit të mbështesim, titulli, akreditimi, nëse në fakt programi që aplikoni është akredituar apo jo, siç ju kemi njoftu gjatë udhëzimeve të kritereve të pranueshmërisë, ne jemi të hapur të pranojmë aplikacione edhe për ato programe të cilat ende nuk janë të akredituara, por në rast se zgjidhet jo, atëherë duhet të shpjegohet arsyet pse ende programi nuk është i akredituar apo është në proces të akreditimit, apo kur planifikoni që të akreditoheni. Këtu duhet pasur parasysh që në rast se përzgjidheni përfitues, atëherë është periudhë e caktuar 6 muajore brenda së cilës edhe duhet të merrni pak akreditimin. Lloji i programit me të cilin aplikoni afat shkurt, i cili mund të jetë më pak se 1 vit, dhe ato programe afat gjata më tepër se 1 vit. Do të theksoja se programet afat gjata qëndrojnë edhe për në fakt projekti i mbulon programet në periudhë prej 3 vitesh, andaj edhe për ato programe afat gjate që mund të jenë 4 vite, përsëri qëndron periudha 3 vite që mbulohet nga ana e projektit. Gjatësia, kohëzgjatja e projektit, në rastin e programeve që i keni afat shkurtra, atëherë ju lutem e specifikoni domethënë numrin në muaj, ndërsa për programet afat gjata specifikohet domethënë kohëzgjatja e projektit në vite akademike 2-3 sa më të jetë ajo. Do të theksoja edhe do të kërkoja vëmendjen e juaj të posaçme sa i përket numrit të studentëve që janë të regjistruar në programin bashkëpunues. Së pari do të theksoj që keni parasysh që projektet e financuara nga RCP-ja ofrojnë, do të thënë, duhet të ofrojnë vende trajnimi për të paktën 30 nxënës apo 30 student deri në fund të vitit të dytë. Atëherë pyetja e parë është sa i dedikohet numri total i studentëve nxënësve të regjistruar, ndërsa pyetja në vijim, numri studentëve për vitin e parë. Do themi, nëse vitin e parë do të kemi 25 student, atëherë në vitin e dytë përfshihet deri në fundi i vitit të dytë, përfshihet numri kumulativ i studentëve të vitit të parë edhe vitit të dytë. Do të thënë shuma studentëve të vitit të parë edhe ai dytë. Nëse vitin e parë do të kemi pasur 25 student, atëherë edhe në vitin e dytë do të kemi 25, në fund të vitit të dytë i bie që do të kemi 50 student, jo 25. Këtu do të theksoj edhe, do ta merrja edhe një shembull tjetër, nëse do të themi që në vitin e parë kemi 5000 student, ndërsa në vitin e dytë kemi 10 student, atëherë i bie që në fund të vitit të dytë, në fakt nuk është 10, nuk qëndron 10, apo është numri kumulativ që siç e theksova është 10 plus 15, që i bie 25. Por tek numri 25, keni parasysh që siç thash, ne mbulojmë programe me minimumin e studentëve 30. Andaj dhe ju duhet të keni parasysh që planifikimet tuaja apo numri i studentëve të jetë minimumi 30, që ka në kupton që 15 student në vitin e parë dhe 15 tjerë në vitin e dytë, që i bie totali 30. Për ndryshe, nëse ky numër do të jetë 25, atëherë nuk do të jeni të pranueshëm pak aplikimi juaj për të viju tutje, nga se nuk i përmbush kriteret e pranueshmërisë. Minimumi duhet të jetë, siç e theksova, 30. Pyetja në vijim është sa i përket programeve trajnuese që do të përsëriten brenda vitit, për ato programe që janë në periudhën kohore prej 3 vite që ndrohen përsëritet domethënë një herë, e njëjta qëndron edhe për programet 4 vjeçare, ndërsa sa i përket programeve afat shkurtra, atëherë ajo në fakt duhet të keni parasysh se llogaritja bëhet në mes sa i përket muajve. Le të themi nëse kemi programe që përsëriten çdo 6 muaj, bie brenda vitit 2 herë apo
brenda 3 viteve 6 herë. Informata të njëjta duhet të plotësohen edhe sa i përket programit të dytë të trajnimit bashkëpunues, por siç e ju kemi njoftu, programi i dytë është opsional dhe jo do mos mund të përfshihet në projektin me cilën ju aplikoni. Atëherë vazhdojmë tek përmbajtja dhe për të vijuar në sesionin e radhës, që në fakt është sesioni 6, që i dedikohet gjendjes tani momentale, në momentin që aplikoni të kapacitetin të trajnimit bashkëpunues, më konkretisht edhe të BTI-s, facilitetet në fakt që posedon BTI-a, pajisjet, materialet e trajnimit, mësimdhënësit dhe pozita e koordinatorëve në kuadër të BTI-s dhe informata të njëjta në fakt pastaj duhet të plotësohen edhe për secilën nga kompanitë partnere e cila është duke aplikuar në aplikacion. Rastin siç e theksuam, keni kompani shtesë partnere, më tepër se 3, klikoni po dhe ju hapën hapësirat për kompaninë e kuadërt në radhë dhe maksimumi ku mund të jetë 10. Sesioni i radhës që të sqarojmë edhe në fakt është një ndër sesionet më kyçe të shpresë interesit, është sa i përket granteve për investim që ju planifikoni të kërkoni në kuadër të projektit. Pyetja e parë në kuadër të këtij sesioni dedikohet nevojave për investim, ku kërkohet në fakt brenda një hapësire fjalësh prej 500 fjalësh detajisht, po dhe mënyrë shumë konkrete, të bëni një përshkrim të nevojave financiare kuadër të projektit apo programit bashkëpunues që aplikoni. Pyetja në vijim i dedikohet investimeve që do të mbulohen, më konkretisht investimet përfshin vetëm pjesën e makinerive, pajisjeve dhe pjesën e punimeve dhe ndërtimit, ndërsa sa përket pjesës tjetër për programet e aktiviteteve të programit bashkëpunues është pyetja në vijim. Kjo është pastaj tabela e buxhetit në kuadër të formës aplikimit, e cila me vërtet është e tjerësuar, ku duhet të plotësohen domethënë vlera totale e investimeve që ju jeni duke i kërkuar përmes grantit. Pjesa e parë i përket pjesës punimeve, që mund të jetë një adaptim i klasave ku planifikohet të realizohet programi bashkëpunues apo një aneks ndërtimi varësisht nga nevojat që ju i keni, vendoset vlera totale, e njëjta vlen dhe për makineritë dhe pajisjet. Duke vazhdu pastaj me aktivitetet e programit bashkëpunues, këtu ju lutem keni parasysh që maksimumi që mund të kërkohen brenda gradit është 20% e vlerës totale të gradit që ju aplikoni. Le të themi, nëse jeni duke aplikuar në vlerën totale prej 500.000, maksimumi që mund të përfshihet është 100.000 euro. Përndryshe, projekti juaj nuk do të jetë i pranueshëm për shqyrtim të më të tjeshëm. Çka vlen për të theksuar në fund? Në fakt është edhe vlera totale e grantit që aplikoni. Këtu janë informata që ne në fakt i kemi plotësuar për t'ju japur një orientim, dhe jo do e mos duhet të plotësohen me këto vlera që janë të listuara. Sidoqoftë, për t'ju japur një pasqyrë të saktë se si duhet të plotësohet buxheti. Dhe në fakt ne ju inkurajojmë që fillimisht ta plotësoni formën e buxhetit që është në Excel, dhe pastaj nga forma e buxhetit në Excel, cilën do ta ndaj tani, të bëni edhe plotësimin e vlerave përkuatëse që korrespondojnë në hapësirat në tonë përkuatëse në tabelën e buxhetit në këtë formë të aplikimit. Tani do ta ndaj me ju formën e buxhetit. Dhe tani forma e buxhetit është duke ju shfaqur në ekranet e juaja. Pjesa e parë, siç mund ta shihni, është informata përgjithshme që i përket
aplikantit lider që është në fakt BTI-a, pastaj numri i referencës së aplikacionit, vendi, si dhe emri i projektit që aplikoni. Pjesa e dytë, pastaj vazhdojmë me fakt bërthamën e formës së aplikimit. Siç mund ta shihni, është e ndarë në fakt në 3 pjesë kyçe. Pjesa e parë, e cila i dedikohet investimeve, apo më konkretisht punimeve, që mund të jetë renovim, adaptim, aneksiri, ndërtimit dhe makinerive. Dhe për të viju me pjesën e dytë të aktivitetet të programit bashkëpunues, e theksova, për i theksoja një herë, që duhet të jetë maksimumi 20% i totalit, vlerës totale të grantit që aplikohet, për të keni parasysh se 20% që nuk është i detyrueshëm, ajo mund të jetë edhe 10%, 5%, apo në varësi të nevojave të projektit me cilën aplikoni. Dhe në fund, po e shohim fakt pjesën që është e bllokuar, që i përket shpenzimeve operacionale edhe në fakt koordinatorëve apo rrogave të mësimdhënësve edhe koordinatorëve që janë të emëruar në kuadër të programit bashkëpunues. Këto hapësira janë të bllokuara, nuk mund të plotësohen, domethënë këto janë kosto që nuk plotësohen nga ana e projektit, por mund të listohen në kuadër të kontributeve të përbashkëta, të cilat në fakt llogaritjen e tyre në vijim do ta bëj edhe kolegu Renato, siç e theksova. Keni para kësysh, këtu do theksoja që nuk është e domosdoshme në bazë të nevojave tuaja që keni, le të themi, që patjetër të plotësohen secili nga zërat buxhetor, ju në fakt buxhetin e adaptoni sipas nevojave të juaja që aplikoni dhe keni nevojë. Ka raste që në qoftë se nuk keni nevojë për ndërtim, mund ta lëni të zbrazët edhe pjesën e investimeve në ndërtim, po e theksoj këtë nga se kemi pranuar disa pyetje përmes emailave mbi këtë, nëse është e mundur. E njëjta vlen në fakt edhe për aktivitetet e programit të bashkëpunues e kështu me radhë. Po e ndaj në shit 2 që në fakt konkretisht nga ana jon është bërë një shembull se si mund të duket një plotësim i buxhetit sipas kritereve që kërkohen. Këtu do të theksoja që kuadër të investimeve sa i përket punimeve si dhe makinerive dhe pajisjeve, vlera minimale në fakt e një pozicioni mund të jetë dhe duhet të jetë 10.000, ndërsa vlera minimale e një pozicioni në kuadër të aktiviteteve të programit bashkëpunuese duhet të jetë 5.000. Domethënë një pozicion i tillë që po e shohim të listuar. Po shkojmë pas tek në kuadër të investimeve të punimeve, domethënë jemi duke këta pozicionin 1, 2, 3, 4, 5. Kjo është me rëndësi të theksohet që numri maksimal i pozicioneve që duhet të jenë në kuadër të projektit duhet të jetë 10, jo më shumë se 10. Mund të jetë 5, mund të jetë 7, 9, por jo më pak se 10. Andaj edhe ne kemi listuar totalin prej 10 pozicioneve. Një pozicion i parë po referohemi punimeve, investimeve që kërkohen në punime, që në rastin konkret e kemi si shembull e kemi marrë vlerën që mund të jetë 100.000. Këtu keni parasysh që kjo vlerë që shfaqet tek vlera punimeve duhet të reflektoj vlerën totale të paramasës, të cilën në fakt do ta prezantojmë pasi që përfundojmë me buxhetin. Do të thonë në rast që kërkohen investime në infrastrukturë, atëherë duhet të plotësohet edhe dokumenti i paramasës. Po shohim pastaj kuadër është totali i vlerës. Në rastin konkret në kuadër të kontributeve të përbashkëta nuk kemi përfshirë një vlerë, sikur e kemi marrë si shembull, por ju lirshëm fakt mund të ashtoni nëse ka kontribute të përbashkëta në këtë pozicion.
Apo edhe mund të jetë, siç e kemi cek, minimumi, secili projekt në fakt minimumi që duhet të jetë pjesëmarrës sa përket pjesës së financimit në një projekt është që ne kemi referuar si kontribute përbashkëta është 10%. Për këtu do të theksoj që 10% e kemi sqaruar shartat se çka mund të përfshin kontributet e përbashkëta, e cili mund të jetë në natyrë apo edhe në cash. Keni qarta gjitha ato kostet që janë tu, do të thënë kemi të listuara kontribute të përbashkëta, i cili mund të llogaritet transporti, këtu po i referohemi i studentëve nga VTI-ja tek kompanitë partnere të cilat ku do ta mbajnë fakt edhe praktikën, apo edhe shpenzime tjera, do të thënë sigurimi i nxënësve, i cili në fakt është obligueshëm dhe llogaritet si kontributi përbashkët, por mund të llogaritet në fakt kontribute e përbashkëta edhe shpenzimet operative të ndryshme, të cilat mund të jenë ujë, rrymë, kështu me radhë, apo edhe rrogat e mësimdhënësve, po këtë pjesë në fakt do t'ja lë më tepër ta sqaroj Renato. Kuadër të shpenzimeve tjera që bën pjesë në makineri dhe pajisje, mund të kemi parsisht nga programi bashkëpunues që aplikohet, mund të kemi, le të themi, ne kemi listuar si për një shembull, pozicionin 2 që mund të jenë pajisje të tikut apo software, le të themi invertor që përfshin tabela apo karike, po siç e theksuam, ju lutem keni parasysh që minimumi në kuadër të këtyre zërave buxhetor, pozicioneve buxhetore duhet të jetë 10.000, do të thënë jo 9.000, nga se në momentin që është 9.000, atëherë nuk është kuadër të kritereve që kërkohet. Çka konkretisht po përfshin, do të thënë 10.000, do të thënë është 10.000 që përfshin 10 karike, 20 karike, 30 tavolina apo kuadër të pajisjeve të IT-ku, le të themi që kemi laptop, kompjuter, tabela smart, projektor apo çka do që i përtohet në fakt programet që ju aplikoni, siç e theksova, apo mund të jenë kuadër të pajisje makinerive, pajisje të CNC-s, e kështu me radhë. Po shohim, do të ndalesh edhe tek aktivitetet e programit bashkëpunues, që si zëra buxhetore, do të thonë kemi trajnimin e mësimdhënësve apo koordinatorëve në kompani. Këtu për dallim nga investimet, minimumi i zërit buxhetor është i pranueshëm edhe 5.000, do të thënë kemi një trajnim në vlerë prej 5.000 euro që të realizohet sa përket trajnimit të trajnerëve në kompani për të vazhduar tutje me materialet do të thënë që do të teach materials që do të thënë aplikohen në kuadër trajnimeve të cilat i kemi përfshirë në vlerë edhe këto prej 5.000 euro që është vlera në fakt minimale. Kjo 5.000 mund të jetë edhe 7.000, 6.000, 11.000, 12.000, po jo më pak se 5.000. Dhe së fundmi, në kuadër të kostove të pranueshme, kemi edhe sa i përket marketingut apo kostove të promovimit. Rastin konkret, ne si një pozicion kemi përfshirë organizimin e një kampanje të marketingut me fokus në përfshirjen gjinore dhe një kohësisht pastaj edhe promovimin e projektit duke përmes social media, do të thënë marr parasysh tani këtë që po e kemi ndryshimin dhe përfshirjen teknologjike që është duke e përfshirë në fakt një promovim edhe digital që është pothuajse edhe i obligueshëm. Kaq është sa përket pjesës parë, do të thënë plotësimit të tabelës, nëse keni pyetje ju inkaroj që t'i bëni, apo t'i shkruani në chat dhe në fund do t'i përgjigjemi. Po shohim në fund edhe është përmbledhja e tabelës, rastit në konkret, do të thonë kemi një vlerë totale që është kërkuar 4.000 euro, kjo vlerë mund të jetë edhe 5.000,
po reflekton nga vlera këtu që ka është plotësu, po në fakt kjo tabel nuk ka nevojë që të plotësohet, kjo përmbledhet, atë kësaj edhe një herë siç e shihni, nuk ka nevojë të plotësohet, është me formulë që reflekton vlerat të cilat janë plotësuar tek tabela sipër, edhe njëkohësisht në fakt ju ndihmon që të jeni në kuadër të kritereve të pranueshmërisë, domethënë në rastin konkret e kemi që që aktivitetet e programit bashkëpunues të jenë nën 20%, këtu e kemi 10%, shembullin që i kemi marrë, apo edhe kontributi i përbashkët, i cili në fakt mund të jetë 10%, në rastin konkret vetëm është plotësu, domethënë është më tepër se 10, 35%, po në momentin që jeni 10 më sipër, atëherë jeni plotësisht brenda kritereve për tu vlerësuar tutje si kur aplikacion. Dhe së fundmi, po e shohim edhe pjesën e bashkëfinancimit, e kishim të listuar tek pjesa e parë e investimeve në infrastrukturë, do të theksoj që keni parasysh që pjesa e bashkëfinancimit në fakt është opsionale, nuk është e detyrueshme, dhe do ta përsëris edhe një herë se çka po fshin konkretisht, domethënë bashkëfinancimi përfshin financimin nga palët e treta. Palët e treta që i bie as nga BTI, po as nga kompanitë partnere që janë pjesë e projektit. Rastin konkret mund të jetë domethënë komuna, që mund ta mbështesë shkollën, apo ministri të donator të tjerë e kështu me radhë. Që në fakt, domethënë ky bashkëfinancim lidhet direkt me projektin apo programin e trajnimit bashkëpunues që shkolla është duke aplikuar. Dhe ja ku jemi këtu, domethënë tek tabela kontributi të bashkëfinancimi dhe vlera totale e grantit. Domethënë kemi planuar dhe disa pyetje përmes emailave, të ju sqaroj që ju mund të aplikoni me totalin deri në 500.000 euro, domethënë kjo vlerë e pajisjeve le të jetë domethënë 500.000 euro, pastaj shtohen si për 500.000 euro e kemi vlerën e kontributeve të përbashkëta apo opsionale që mund të jetë edhe bashkëfinancim. Domethënë vlera totale e grantit mund të jetë vlera totale që aplikoni për financim mund të jetë më tepër se 500.000 euro, por totali që kërkoni pak investimeve duhet të jetë brenda 500.000, domethënë që varion vlera minimale 150.000 deri vlerën maksimale 500.000 euro. Tash në fakt e ndova te pjesa e përmenda te pjesa e investimeve, që kjo vlera këtu që po e theksoj me të verdh, pjesoj, duhet të reflektoj vlerën totale të paramasës. Do të shkoj pas dhe do ta ndaj me ju dokumentacionin e paramasës, i cila në fakt domethënë forma apo shablonin Excel, të cilën ne kemi është pjesë e dokumenteve të nevojshme që duhet të plotësohet dhe dërgohet së bashku me formën e aplikimit. Keni parasysh se në rastin që paramasa është aplikueshme, në atë rastin kur aplikohet për investime në ndërtim, domethënë që përfshin renovime të klasave, laboratoreve, ku do të planifikoni të realizoni apo jeni duke realizuar trajnimin bashkëpunues apo ndërtimi anekseve të reja kështu me radhë. Por në raste që nuk planifikoni që në kuadër të projektit të juaj të përfshini investime në infrastrukturë apo në punime, atëherë nuk ka nevojë fare të plotësohet paramasa. Domethënë vazhdoni vetëm me pjesën e pajisjeve dhe trajnimeve. Atëherë ky është domethënë forma e paramasës e cila duhet të plotësohet. Rekomandohet domethënë informatat themelore, siç po e shihni, janë data, objekti, sa metra katror do të përfshijë renovimi apo ndërtimi, adaptimi, emri i shkollës, fakultetit, qendrës trajnimit, qyteti,
numri referues I shprehjes së interesit, edhe çka është paraqitet teksohet nga kush është përgatitur, do të thonë emri I kompanisë, e cila ka përgatitur në fakt që ka bashkëpunuar me ju apo që ju ka ndihmuar për plotësimin e kësaj paramarrësie dhe numri I licencës. Po shohim numrin e licencës, në fakt kemi marrë pyetje nëse duhet patjetër do të thonë kush ju ndihmon të jetë I licencuar, jo. Nuk është e detyrueshme, ani pse ne në fakt fuqishëm ju inkurajojmë që në fakt të jetë në fakt që plotësimi I paramarrësisë të bëhet nga persona përgjegjës dhe të licencuar. Po e shohim së pari, dokumenti përfshin një përshkrim teknik, do të nevojitet të dërgohet një përmbledhje e shkurtër e specifikimi teknik të punëve ndërtimore që planifikohet të bëhen. Ne ju kemi le të themi si shembull plotësuar një shembull që mund ta lëni si të tillë apo edhe ta adaptoni sipas nevojave që ju përshtatet ju me investimin që jeni duke planifikuar ta bëni. Pas pjesës së përshkrimit teknik, atëherë kemi pjesë tjetër që në fakt përfshin përshkrimin e punëve, e cila është ndarë në njësi, në sasinë e tyre, çmimin, me dhe pa TBSH. Keni parasysh se siç e kemi theksuar në rastin e Kosovës, projekti RCP-s është në fakt I lejuar I përjashtuar nga pagimi I TBSH-s, andaj edhe kostot duhet të llogaritën pa TBSH. Do të thënë, mund të jetë sikur opsionale që të përfshihen punët e mbrëmshme ndërtimore apo ato të jashtme, është më rëndësi cekët edhe njësia që mund të jetë metra katror, metra kub, milimetra, do të thënë apo në pjesën varësisht nga lloji I punimeve që do të jetë. Po ashtu do të theksoj që keni parasysh që edhe vlera apo çmimi të jetë dhe të bëhet një lumtim I tregut dhe të jetë në fakt ai çmimi real që edhe është. Punë tjera në fakt që mund të përfshihen paramas mund të jenë krahas ato që I përmendëm dhe ato punët elektrike apo sjellësit kanalizimi, apo edhe në fakt në kuadër të paramas përfshihen edhe installime të ndryshme që mund të jenë në kuadër të lidhjes së internetit apo installime të ventilimit, por edhe installime të klimave dhe në rastin e fundit konkret që ne kemi marrë si për shembull edhe çështje të ndryshme të sigurisë, siç mund të jetë ai zjarri. Por siç e theksuam te buxheti, po e theksojmë edhe këto, nuk është e domosdoshme që do të thënë investimi juaj për infrastrukturë apo për punime të përfshihet gjitha nga këto pozicione që ne I kemi listu, zëra, po mund të përfshin fakt vetëm disa nga ato që janë relevante për projektin që ju aplikoni. Dhe së fundmi, siç jeni duke e parë, është përmbledhja në fakt e paramasës, sikurse te buxheti, kjo nuk ka nevojë të plotësohet, në fakt plotësohet është me formula tani më, dhe plotësohet automatikisht në momentin që ju e plotësoni pjesën e sipërme. E shihni tek përmbledhja që janë edhe disa kosto shtesë, të cilat në fakt duhet të plotësohen nga ana e juaj që I përkasin në fakt kontingjencës apo edhe shpenzimeve tjera që në fakt përfshin në kuadër të ne referohemi ISMP-s, fakt standarde mjedisore që në fakt personat përgjegjës që plotësojnë paramasën duhet të jenë edhe janë të informuar konkretisht se çka përfshin ato kosto, të cilat mund të jenë 10% të vlerës totale, dhe në fund fakt pastaj kemi edhe vlerën totale të paramasës. Dhe kjo vlerë totale paramasës atëherë duhet të reflektoj tek pjesa e buxhetit që përfshinte pjesën e punimeve, që duhet të jetë domethënë e njëjta. Kjo ishte sa e përket paramasës, po besoj që ju ka ndihmuar që ta keni më të qartë plotësimin.
Tani do të kthehesha tek pjesa e formës së aplikimit dhe aty ku mbetëm. Këtu jemi të kthym pas tek forma e aplikimit, domethënë në momentin që e keni plotësuar buxhetin në Excel, këtu e keni edhe paramasën, atëherë e keni në fakt nga ndej do t'i merrni vetëm shumë totale të pozicioneve që reflektojnë. Për rastin konkret, e kemi për adaptimin, që është vlera totale në buxhet, apo dhe vlera paramasës, pjesa e makinerive dhe pajisjeve për të bëjë tutje me pjesën e aktiviteteve të programit bashkëpunues. Pyetja në vijim, me ceka e theksova vetëm e sqarova më herët që duhet të përshkruan aktivitetet, investimet për aktivitetet e programit bashkëpunues, por po shohim që kemi edhe pyetje të veçanta për kontributet e përbashkëta, që siç e theksuam disa herë tani më poshtë, me rëndësi që duhet të jetë minimumi 10% e vlerës së programit që përtohet. Tu një përshkrim konkret dhe i saktë se çka përfshin kontributet e përbashkëta dhe vlera e tyre, duhet të theksohet saktë kontributeve të përbashkëta, dhe së fundi do të thonë kemi vlerën e saktë të bashkëfinancimit, që siç e theksuam, është opsionale, mund edhe të mos jetë. Në rastin konkret, në fakt, po shohim që është pyetje, ani pse është me e shënuar me yll, domethënë vetëm mund ta bëni që zero apo nuk është relevante. Keni parasysh, këtu do të theksoj që ndoshta kemi pranuar edhe pyetje të tilla, thirrjet e kaluara që forma e aplikimit është në gjuhën angleze dhe duhet të plotësohet vetëm në gjuhën angleze, jo në gjuhën shqipe. Dhe në fund e kemi vlerën që duhet të theksohet, që në fakt është vlera e grandit, jo vlera totale e projektit, po vlera totale e grandit me cilën aplikohet. Tani i theksuam edhe kontributet e përbashkëta dhe në fakt me kënaqësi do t'ja japja fjalën kolegut Renato Vasili, që do të na bëjë një sqarim të detajuar se si mund të llogarisni kontributet e përbashkëta. Po, Renato. Faleminderit, Vesa. Kur ti ta bësh stop share, do në ndaj unë pastaj dokumentin. Në rregull. Një sekund. Atëherë, sikurse e përmendi dhe kolegja gjatë prezantimit sotëm, por më herët edhe gjatë sesionit informues, ne kemi përmendur dhe kemi shpjeguar çështjen e kontributit pjesëmarrës apo kontributit të përbashkët, matching contribution. Ky është një kriteri detyrueshëm i cili duhet të po themi plotësohet apo zbatohet nga secili konsorcium që aplikon në këtë fazë, pra në fazën e shprehjes interesit, për të detajuar më pas në fazat e tjera. Kriteri është pra kontributi pjesëmarrës duhet të jetë minimalisht, pra jo më i vogël se sa 10% e fondeve, totalit fondeve të kërkuara, dhe sa e shpjegoj, pra nëse aplikoni për 500.000 euro, atëherë ky kontribut duhet të jetë në masën 50.000 euro. I kemi patur pyetje, kam përshtypjen nga disa aplikantë me email, pyesin nëse kjo duhet përfshihet brenda totalit fondit të kërkuar, pra të grantit të kërkuar, jo. Kjo qëndron mbi totalin, pra nuk ndikon vlerën totale të fondit. Kemi dy, se themi, kategori të matching contribution, kontributit pjesëmarrës, që është kontributi pjesëmarrës financiar dhe kontributi pjesëmarrës në natyrë. Për këtë arsye ne kemi përgatitur një, po themi, udhëzim për mënyrën për shpjegimin paraqitës të kostove që kualifikohen apo që janë të pranueshme për të përfshirë në matching contribution, dhe detajimin përkatës që unë do bëj më vonë. Këtë dokument, para matching contribution guidelines, udhëzimet, e gjeni në listën e dokumentave tjerë të relevantat nevojshëm për thirrjen. Gjithashtu, pas këtij prezantimit shkurtër këtu në këtë dokument, do të prezantoj edhe një dokument tjetër,
që ka të bëjë me përllogaritjen dhe një përmbledhje më të mirë të kostave përkatëse që t'ju vinë në ndihmë për në mënyrë që të kalkuloni kontributin pjesëmarrës. Pra sikurse e thash, janë dy kategori, është kontributi pjesëmarrës financiar dhe ai në natyrë. Financiar shumë është thjesht, çdo antar i konsorciumit ose të gjithë antarët bashkë mundet që të të krijojë një fond në kundër vlerën përkatëse të 10%-shit në euro, pra këto do të jenë mjetet të lira. Marrin gjithmonë shembullin e 500.000 totali gratit të aplikuar dhe 50.000 kontributi pjesëmarrës, atëherë 50.000 euro duhet të jenë gjendje po themi në llogarinë qoftë për bashkët, qoftë shkollës, qoftë antarëve të tjerë të konsorciumit. Ky është rasti ne kemi ndeshur shumë rrallë, sepse kuptohet që mjetet janë angazhuara për çështje tjera dhe për këtë arsye për t'u ardhur ndihmë gjithë aplikantëve, ne kemi, po themi, inkurajuar dhe prandaj kemi shpjeguar dhe më shumë detaje apo dhënë mundësinë që ky kontribut pjesëmarrës të jetë në natyrë. Çfarë ne kupton? Që të jetë në natyrë, kontribut pjesëmarrës mund të krijohet nga të gjithë shpenzimet, ose direkte apo jo direkte, të cilat realizohen nga të gjithë antarët e konsorciumit me qëllim zbatimin e projektit, pra zbatimin e programeve të trajnimit bashkëpunues të propozuara për projektin në fjalë. Më herët, gjatë prezantimeve në sesionin informues, ne kemi shpjeguar se cilat janë kostot e pranueshme për financim nga fondi, cilat janë kostot e papranueshme për financim nga fondi, por që janë të pranueshme për kontributin pjesëmarrës. Në kategorinë e parë të kostove të pranueshme për financim, patjetër që zërat e lidhur me ato kosto mundet gjithashtu që të konsiderohen si kontribut pjesëmarrës, dhe është një kategori e tretë që janë kosto të papranueshme për financim nga fondi, ashtu sikurse janë të papranueshme dhe për matching contribution. Unë do ta filloj nga kjo e fundit. Këto janë kosto që kanë të bëjnë kryesisht me aktivitete të tjera që nuk lidhen në asnjë lloj forme, po themi, apo mënyre me zbatimin e programit. Edhe ky është rast relativisht i rrallë. Fokusohemi tek dy kategoritë e kostove të pranueshme për matching contribution, pra ato që janë pranueshme edhe për financim, po të papranueshme për financim, po që konsiderohen në matching contribution, dhe fillojmë me pjesën e investimeve dhe të makinerive dhe të pajisjeve. Për pjesën e ambienteve të trajnimit, pra të aseteve, të pasurive të patundshme, po themi, dhe ato që kanë të bëjnë me makinerit dhe pajisjes. Koncepti kryesor është që çdo aset i vënë në përdorim nga shkolla apo antarët e tjerë të konsorciumit me qëllim zbatimin e programit bashkëpunues mund të llogaritet si kontribut pjesëmarrës, duke u bazuar në rastin e hapësirave të trajnimit, pra ambienteve të trajnimit, në dy kategori, nëse janë të në prosi, pra të zotruara nga shkolla apo nga konsorciumi, po të rast nga shkolla me qenë se investimet më të mëdha shkon në shkollë, dhe nëse janë të marra me qira. Duhet pasur parasysh që përllogaritja, do ta shpjegoj pak më vonë, më të detajuar, duhet bëhet duke përllogaritur ose duke mbajtur parasysh proporcionalitetin, pra përqindjen e shfrytëzimit të këtyre ambienteve, e cila lidhet me zbatimin e atij programi që ju do propozoni. Dhe si llogaritet në rastin e ambienteve, pra të aseteve të infrastrukturës që përdoret për trajnimin, përllogaritet në bazë të amortizimit, pra të shfrytëzimit të ndërtesës. Këto janë koncepte apo koncepte kontabiliteti apo informacioni që i merrni nga zyrat përkatëse të financës. E njëjta logjik nëse janë të marra me qira, pra kjo qira që paguhet, pjesa takuese e kësaj qiras që ka të bëjë me zbatimin e programit mundet llogaritet si kontribut pjesëmarrës. Vlen për të theksuar që kontributi pjesëmarrës llogaritet me një kozjatje 3 vjeçare, sepse për të gjitha ato projekte që ja dalin të përzidhen deri në fund, ne llogarisim kozjatjen e programit deri në 3 vite, dhe si të tillë edhe kozjatjen e kontributit pjesëmarrës.
Duhet pasur parasysh përpara se kaloj gjithashtu tek kostot e tjera që kontributi pjesëmarrës, pavarësisht se nga cili burim po themi apo kategori kostosh vjen, duhet që të jetë i identifikueshëm, pra i bazuar në dokumenta supërtuese, të cilat janë subjekt auditimi dhe vlerësimi në fazat e mëvonshme nga ekipi i njësisë menaxhimit të fondit. Folëm për asetet, e njëjta logjik aplikohet edhe në rastin e makinerive dhe pajisjeve, pra shkolla mund të ketë një, po themi, numër të caktuar makinerish dhe pajisjesh, cilat përdoren edhe për programin që do zbatohet, dhe si në rastin e mëparshëm, proporcionaliteti është parimi kryesor që ndan përqindjen se sa përdoren këto makineri dhe pajisje për atë program, dhe ky, po themi, proporcionalitet apo kjo përqindje aplikohet pastaj në përllogaritjen e kostove totale për 3 vite që janë për programin, pra siç e shpjegova, por që i takojnë përdorimit të makinerive. Edhe këtu ka 2 raste, nëse janë në pronësi apo nëse janë të marra me qira, rasti i dytë është pak më i rrallë, po themi. Për rastin e parë, pjesën e aseteve, ne kemi një, faktikisht e kemi ndeshur shpesh në aplikimet e Kosovës, bëhet fjalë për rastin e shkollave private, të cilat kanë aplikuar për të ndërtuar ndërtesa të reja apo për të zgjeruar ndërtesat ekzistuese, dhe të cilat kanë patur apo do ta kenë në pronësi tokën mbi cilën ndërtohen këto ndërtesa. Në këtë rast edhe toka shërben, pra vlera, kundër vlera e tokës mund përllogaritet si kontribut pjesëmarrës. Kjo ishte për sa i përket pjesës aseteve. Kalojmë në kategoritë e tjera që kanë bënë kryesisht me shpenzimet. Dhe janë, dhe sa i përmendi, janë zëra që mundet i gjeni, jo mundet i gjeni, po janë zëra si kosto pranueshme që i gjeni në buxhet, dhe të cilat duhet i normalisht gjatë përgatitjes buxhetit po themi definoni, ti specifikoni, por mundet të jenë edhe shpenzime tjera që lidhen me këto zëra, të cilat ju mund t'i konsideroni si kontribut pjesëmarrës, për shembull materialet trajnuese që janë të zhvilluara nga shkolla dhe për cilat është paguar një shumë e caktuar apo ka shpenzime të caktuara në lidhje me këto materiale trajnimi. Këtu përfshihen edhe ato që ne i quajmë consumables apo materialet shpenzuese. Marrim rasti për shembull të programeve caktuara si zgruptaria, po themi, ku për të realizuar programin, pra gjatë mësimit praktik, normalisht do duhet dru për punuar studentët. Në atë rast, do konsiderohet si material shpenzues. Kemi 2 kosto tjera që janë shumë të rëndësishme. Dhe këtu i referohen pikës E, që është kosto e lidhur me pagat e mësuesve dhe pagat e instruktorëve në kompani apo të koordinatorëve të projektit, të cilët të caktohen përkatësisht nga shkolla dhe nga kompanit, dhe po në të njëjtën logjik, pra bëhet përllogaritja e, po themi, përdorimit kohës, pra kohës që dedikojnë, kohës që shpenzojnë mësuesit për programet që janë propozuara. Një shkollë mund ketë, po themi, 10, 15, 20 mësues apo trajnerë të ndryshëm, por vetëm një pjesë e këtyre do merren me programin, ose një pjesë e kohës së tyre do jetë e alokuar për programin. Kështu që në totalin e kostove të pagave, llogaritur për 3 vite, duke aplikuar përqindjen në kohë që ju e mendoni që këto do shpenzojnë për programin, arrim në një vlerë, ne do t'i shpjegojmë më mbrapa për llogaritjet përkatëse, e cila mund të shtohet kontributit pjesëmarrës, dhe njëjta gjë shkon, pra aplikohet edhe në rastin e kostove që kanë lidhje me trajnimin e këtyre mësuesve dhe të trajnuesve kompani, dhe kostot të cilat janë të po themi pagueshme apo që janë marrë përsipër nga konsorciumi. 2 kategoritë e tjera, pra F-ja dhe G-ja, përsa i përket sigurimit në punë, dietave dhe shpenzimet tjera që lidhen me transportin, dhe sa e shpjegoj, këta janë kosto që
nuk janë të financueshme. Qëllimisht janë vendosur në buxhet për t'u dhënë një indikacion që këto mund të jenë kosto që përllogariten në kontributin pjesëmarrës, sipas shpenzimeve të caktuara që lidhen me zbatimin e programit, ashtu sikurse në fund janë edhe kostot për pagesën e utiliteteve, themi rryma, uji, gazi, interneti dhe çdo gjë tjetër, mirëmbajtja që lidhet me mbarvajtjen operacionale të zbatimit të programit. Në këtë dokument, në fund të dokumentit, do të gjeni edhe shembujt përkatës të përllogaritjeve me disa formula që mund t'i zbatoni lehtësisht për të arritur në një, po themi, vlerë e cila parasitash duhet të jetë më e madhe se sa 10%, dhe nuk ka limit të sipër, kështu që thjesht do keni parasysh që mos bresi poshtë 10%. Për ta bërë më, po themi, më instruktiv dhe më të lexueshëm si dokument, vetëm një sekond. Ne kemi përgatitur një tabelë përmbledhëse. Nuk e di, a duket pa. Një tabelë përmbledhëse kemi quajtur Matching Contribution Checklist, ku japim në mënyrë më të qartë për kategorizojmë burimet përkatëse apo kategorinë përkatëse të kostove, dhe në krah të këtyre kostove, pra kategoria burimi i kalkulimit, po themi, pra nga vjen kjo përllogaritje, dhe dokumentet suportuese, dokumentat mbështetëse që duan për t'u patur parasysh në fazat e tjera të projektit, siç e shpjegova. Për shembull, marrim një rast hipotetik ku përllogaritet matching contribution nga hapësirat që janë në pronësi të institucionit, dhe për këtë merret në konsiderat skedulja amortizimit të ndërtesës në një vlerë të caktuar, po themi 2500, dhe kështu me radhë, në rastin e makinerive të pajisjeve, supozojmë që janë të marra me qira, sipas shpjegimeve që bëra në dalin 1 për llogaritje e caktuar, e njëjta gjë për materialet trajnuese për kostot e lidhura me pagat e mësuesve apo të instruktorëve në kompani, shpenzime dieta dhe shpenzime për utilitete dhe mirëmbajtje, dhe në fund për secilën kategori, pra identifikimi i saktë këtyre kostove të kontributit pjesëmarrës do japi totalin. Në rastin hipotetik që kemi këtu është 320.000 euro aplikimi i grantit dhe 33.900 euro matching contribution, pra më shumë se sa 10%. Për ta lehtësuar deri diku përllogaritjen dhe që ta keni më të qartë, do të gjeni në të njëjtin fajl tabelën e dytë që janë disa shembuj, po themi, shembuj të përllogaritjes. Unë do fokusohem te ky shembulli i tretë, sepse është më, po themi, gjerësisht i aplikueshëm. Këto janë kosto që çdo konsorcium, çdo shkollë i ka, që është pagesa utiliteteve dhe pagesa e pagat e mësuesve. Dhe nëse marrim, supozojmë për utilities, këto janë shifra ilustruese, dhe kemi një shpenzime në masën 1.200 euro në vit për utilitetet, për gjithë shkollën, dhe kemi një koeficient, pra koeficienti i proporcionalitetit, që e quajmë sa gjykon shkolla që nga këto kosto i takojnë programeve të cilat janë propozuar për financim nga RCF-ja, kanë vendosur 25%. Po ashtu, institucioni ka dhe 21.000 euro pagat të mësuesve, dhe shkolla ka gjykuar që vetëm 12% e kohës së këtyre mësuesve, pra rrjedhimisht 12% e pagave, i alokohet zbatimit të programit, dhe kohëzgjatja e programit është 3 vite. Atëherë përllogaritja është vlera e utiliteteve shumëzuar me koeficientin përkatës, plus vlerën e pagave shumëzuar me koeficientin përkatës, të dyja bashkë të shumëzuara me numrin 3 dhe japin vlerën e caktuar të matching contribution. E njëjta gjë mund të jetë për, siç e thash, përdorimin e aseteve, përdorimin e
aseteve që janë në sotrim, aseteve që janë të marra me qëra, dhe në fund ju do keni një total po themi të përllogaritur të matching contribution. Është e rëndësishme në këtë fazë, këto gjitha janë detaje që ju të keni parasysh për llogaritjen sa më të saktë, për që të kaloni të jeni gjithmonë mbi 10% kriterit minimal të matching contribution, ndërsa në fazat e pasuese ato projektit, pra nëse zgjidheni për fazën e dytë dhe në fund fare për zgjidheni për financim, të gjitha këto kosto apo kategori të përllogaritisë së matching contribution duhet bazohen në dokumentat përkatës financiar. Unë i kam shpjeguar në po themi deri diku në vija të përgjithshme për t'ju dhënë një po themi udhëzim më të qartë se ku duhet shikoni, në cilat dokumenta duhet përgatisni për t'i patur gati për fazat e mëpasshme. Kaq nga ana ime në lidhje me këtë shpjegim dhe ja kaloj fjalën Besës. Po, faleminderit shumë Renato, po besoj që edhe për ju ishte me vërtet një shpjegim shumë i detajuar edhe nuk do të keni problem gjatë llogaritjes matching contribution apo kontributeve të përbashkëta. Atëherë në vijim do të vazhdojmë edhe me formën e fundit, do të thënë, të aplikimit dhe 2 sesionet e fundit që na mbetën. Fillimisht më lejoni që ta ndaj me ju ekranin me formën. Po besoj që ta shifet të njëri duke e po. Ende jo. Tani po. Po mirë. Atëherë, do të thonë, ishte një shpjegim i detajuar në sa i përket sesionit të 7 dhe aplikimit cilit ju në fakt planifikoni ta kërkoni gjatë aplikimit tuaj. Sesioni i 8 me radhë është sa i përket dokumentave mbështetëse, të cilat në fakt janë të obligueshme ti bashkangjitën formën së aplikimit. Dokumenti i parë që po e shohim i listuar është memorandumi i mirëkuptimit apo bashkëpunimit, i cili duhet të nënshkruhet nga VTI dhe kompanitë partnere. Formën vetëm, do të thënë, forma është e zhvilluar nga ana jone e projektit, duhet ta shkarkoni në linkun që po e shohim në aplikacion, e printoni, e nënshkruani gjitha falet dhe pastaj pas skanimit të tyre e downloadoni në formën e aplikimit, sipas, do të thënë, ja ku e keni hapësirën choose your file dhe në lokacionet që keni të ruajtur në kompjuterin tuaj, e klikoni formën e memorandumit të mirëkuptimit. Një të kohë duhet në fakt plotësoni datën se kur ky memorandum është nënshkruar dhe njëkohësisht, do të thënë, krahas memorandumit kemi të listuara edhe dokumente tjera relevante shtesë që përfshin licencën e VTI-s, pastaj dokumentën e akreditimit, e theksum edhe një herë që mund të aplikojnë, akreditimi është i dëshirueshëm, por jo i domosdoshëm për aplikim, edhe pa akreditim mund të aplikohet. Formën e mbështetjes, apo më konkretisht letrën e mbështetjes, do të theksoj këtu edhe një herë që letra e mbështetjes duhet të nënshkruhet vetëm nga autoriteti përkatës, që mund të jetë rasti konkret të shkollave profesionale të mesme, ministria. Ne këtu po e theksoj edhe një herë që në kuadër të ministrisë e kemi koordinatorën e projektit, zonjën Fetiu Mjeku,
Valbona Petiu Mjeku, cilës mund të drejtoheni direkt, e cila në fakt pastaj do t'ju mbështes me dokumente në fjalë, apo në fakt në kuadër të shkollave të mesme profesionale, mund të drejtoheni edhe departamenteve komunale të edukimit që operojnë në vend në nivel komunash, në rastin e fakulteteve, letra e mbështetjes duhet të nënshkruhet nga dekanati, nga dekani apo nga rektori i fakultetit nga rektori apo dekani i fakultetit përkatës, ndërsa sa i përket shkollave BTI-ve nga sektori privat, ato në fakt duhet të nënshkruhen nga profesorët legal, përfaqësuesit legal të BTI-ve, apo edhe nga pronarët, rektori, rasti konkret varësisht se mund të jetë. Pastaj në kuadër dokumenteve tjera shtesë kemi edhe do të thënë një dokument me rëndësi që është certifikata e regjistrimit të biznesit, dhe siç e theksuam, nuk duhet të jetë së paku operim secili nga ndërmarrjet të partnerëve pjesëmarrëse 2 vite nga momenti i shpalljes së thirrjes. Pastaj forma e buxhetit që vetëm e prezantuan së bashku me paramasën, në atë rast që është e aplikueshme, dhe së fundmi e kemi edhe dizajnin e projektit preliminar, apo draft dizajnin. Çka nuk kupton kjo? Do të thonë në ato raste kur kërkohet leja e ndërtimit për investimet në punime, atëherë krahas paramasës, BTI-ja në fjalë duhet të dorëzojë edhe një draft dizajni të projektit. Jo atë final, po vetëm një draft që të ketë idenë fakt se për çka konkretisht është duke kërku investimi. Por, dizajni po theksoj edhe një herë, preliminar i projektit duhet të dorëzohet vetëm në raste kur kërkohet leja e ndërtimit. Dhe kjo është e tëra sa e përket dokumenteve shtesë që duhet të dërgohen me formën e aplikimit. Tani, në fund, do të ndalesha edhe të sesioni i fundit, që përfshin pak deklaratën. Deklarata që duhet në fakt, pasi që është plotsu e tërë aplikimi, do të thonë me një e lexoni sakt çka në fakt përmbledhjet, edhe me një klik do të jeni të gatshëm të bëni dorëzimin e suksesshëm të aplikacionit. Por, para se të jeni të gatshëm, në fakt edhe para se sistemi të lejojë që të dorëzoni aplikacionin, siç e shihni në fakt forma e aplikimit, krahas formës bazë të aplikacionit, që përfshin 9 sesionet që tani më i sqaruam, është edhe pjesa e dytë, pjesa e pjesëmarrësve, më konkretisht pjesa e kompanive pjesëmarrëse, e cila patjetër duhet të plotësohet nga kompanitë pjesëmarrëse para se, do të thonë, BTI-ja si në rolin kyç të projektit, ta bëj në fakt dorëzimin e suksesshëm të projektit. Si bëhet në fakt, si duhet ta plotësojnë kompanitë pjesëmarrëse këtë pjesën e aplikacionit? Së pari, unë i kam bërë disa shembull që e kam futur vetëm dhe Renato, do të thonë, kjo është forma e aplikimit, edhe së pari ftesa duhet i dërgohet prej anës së BTI-s, që ka rolin lider në projekt, klikohet butoni invite, dhe do të thonë është një formë shumë e thjeshtë, emri mbi emri i pronarit apo pronatorit të kompanisë partnere dhe emaila. Opcionale mund të jetë apo jo një mesazh që mund t'i shkruat. Në momentin që plotësohen këto të dhëna dhe klikohet butoni send invitation, atëherë kompania pjesëmarrëse në emailën që është listuar e pranon një email, do ta më lejoni që ndoshta nëse ka mundësi ta ndaj me ju konkretisht se si duket emaila që kompania fakt e pranon. Po besoj që
jeni duke e parë. Kjo është do me thonë email që e pranon kompania në fjalë, momentin që BTI-a ja dërgon ftesën për aplikacion. Nga Fondi Rajonal i Sfidave përmendet kërkesa për bashkëpunim dhe të më thënë opcioni për të klikuar që si unë duhet të përgjigjem. How would you like to respond? E klikoni linkun në fjalë dhe momentin që e klikoni linkun në fjalë, atëherë ju kërkohet që së pari në fakt të aprovoni bashkëpunimin dhe njëkohësisht të kërkoni të krijoni llogari në kuadër të sistemit. Krijimi i llogarisë është me të vërtetë shumë i thjeshtë dhe në fakt mund të merr vetëm më tepër, jo më tepër se 1 minutë, do të thonë emri mbi emri, emaila dhe krijimi i pasportit. Dhe pas kësaj kyçeni në sistemin ton të befaqës, më konkretisht Grand Management System, sistemit menaxhimit të grandeve, dhe hyni, momentin që hyni, do t'ju tani në fakt do t'ju tregoj se si ju shfaqet edhe prej anës juaj aplikacioni. Kjo është forma se si kompania partnere do ta sheh aplikacionin. Renato, të lutem më konfirmo që jeni duke e pa formën? Po. Ok, faleminderit. Atëherë, do më thonë, momentin që kyçet kompania partnere, do ta shoh formën në këtë mënyrë që do më thonë aplikacioni në përgjithësi mund ta shikoj gjitha sesionet, por të drejtë editimi do të ketë vetëm në sesionin 3 dhe 4 që në fakt i dedikohet kompanive partnere. Ndërsa ato tjerat nuk mund të editoj, po vetëm mund t'i shikoj, edhe në fakt rekomandohet të shikoj aplikimin. Momentin që në fakt do të thonë e ka shiku aplikimin, ka bërë përditësimin e informatave në sesionin e 3, apo këto informata mund e vetëm edhe ti konfirmoj, nga se mund të plotësohen edhe nga kompania, nga BTI-a që rolin lider që e ka në aplikacion. Atëherë, në fakt, çka kërkohet, unë kam hyrë jam edhe e kyçur, nuk e di si po ju shfaqet, por është duke shfaqet problem nga se jam e kyçur në edhe që Në rregull. formën e aplikimit edhe si duket jeni duke i pa tash momentalisht edhe formën e aplikimit dhe jo. Lejoni edhe një herë ta ndaj. Atëherë po. Okay. Përsëri janë disa probleme teknike që jam duke u kyçur në fakt tek forma e aplikimit. Këtu isha më jepni vetëm edhe disa sekonda që ta rihapi edhe një herë. Formën dhe ta shihni konkretisht se si kompanitë në fakt ta finalizojnë hapin e fundit, që pastaj BTI-a të jetë në gjendje të bëj dorëzimin me sukses të aplikacionit. Ne ju inkurajojmë që në fakt mos ta lëni këtë për momentin e fundit, nga se kemi pasur raste se mu për këto arsye teknike nuk është dorëzuar me sukses aplikacioni, siç e dini, gjithë aplikimi është online, andaj edhe nëse nuk bëhet në kohën e duhur, që afati i fundit për dorëzim të aplikacionit është 6 qershor në ora 12. Atëherë në fakt hupni edhe mundësinë për aplikim.
Atëherë më falni për këto le themi çështje teknike që tash u rregulluan edhe po e ndaj konkretisht se si do të thonë duket forma aplikimit për kompanitë partnere. Tu siç isha duke thënë, 2 sesione 3-4 që duhet të editojnë dhe në momentin që domethënë e lexojnë aplikacionin kanë për të klikuar finish contribution. Dhe domethënë me klikimin e butonit OK, konfirmoni që jeni duke bërë, domethënë pajtuani me aplikimin që është duke bërë nga ana e aplikuantit kryesor BTI-s. Dhe me kaq në fakt edhe përfundon le të themi kontributi që duhet ta jap kompania partnere dhe BTI-ja vazhdon me finalizimin e aplikacionit, njëkohësisht në momentin që kompania partnere e klikon butonin finish contribution, një email notifikimi i dërgohet, sikurse kompanisë partnere, po ashtu edhe BTI-s, që në fakt hapat final dhe të duhur janë marrë dhe tani mund të vazhdohet nga ana e BTI-s për dorëzimin apo submit aplikacionit. Tash e kemi formën e fundit që unë fakt nuk po di apo mund ta shihni, por po e ndaj edhe një herë që kështu duket forma, do me thonë, tek kur hyni kjo vlen për VTI-t, kur keni në aplikacion, tek pjesa application, pasi që keni plotsu, keni parasysh momentalisht, do të këtu mund ta shihni se sa përqend është plotsu aplikacioni, tek pjesa participants, kështu mund ta shihni se si është gjendja në fakt e kompanive partnere që i keni këtu. Me qëllim që ju t'jeni do më thonë në gjendje të dorëzoni aplikacionin, duhet që kompanitë partnere statusi tyre të kalojnë complete, do më thonë të ndjekin hapat që vetëm i demonstrova. Nëse në diçka të tillë, atëherë nuk do t'jete mundur që ju të dorëzoni me sukses aplikacionin. Sa i përket formës së aplikimit, dokumenteve, do më thonë kjo ishte tëra prej anës tonë për të prezentuar. Tani kam kënaqësi që të kalojmë në sesionin e pyetjeve dhe përgjigjeve dhe së bashku me Renato, në fakt, me kënaqësi do t'ju përgjigjem me secilës nga ato. Pyetjet mund t'i bëni përmes shkrimit apo edhe mund të ngrisni dorën. Dhe verbalisht. Jam disa duar të ngritura në vesa, kështu që mund të hapësh fjalën më vonë, po ndoja të sqaroj një pyetje që faktikisht shpjegimi është disi i gjatë dhe prandaj zgjodha që ta shpjegoj duke e folur, është nga natyra. Pyetja nëse Akademia Profesionale e Heimer thotë si institucioni i arsimit dhe aftësimit profesional, na intereson të dimë po nëse Akademia mund të lejohet që të aplikojë, themeluar se pronari i institucionit tonë është bashkëpronari i kolegjit të MHR, paraqet ka ndonjë problem. Tani për gjithë aplikantët është me rëndësi të dinë, sepse kam përshtypjen që ne këtu sot në këtë listën e pjesëmarrësve vëre që ka edhe aplikues përsëritës. Ne kemi një kriter që është qartësisht i shprehur në udhëzime, i cili thotë që një aplikant mundet që të aplikojë në 1, 2 ose disa thirrje, por totali nuk duhet të kalojë 1.200.000 euro dhe kjo vlen për aplikimet kombinuara të Regional Challenge Fund dhe Kosovo Challenge Fund. Në këtë rast,
Kolegja e MR ka qenë fitues në Regional Challenge Fund dhe Kosovo Challenge Fund. Dhe ka një koncept tjetër që ne nuk e mbaj mend nëse e kemi përmendur, them besoj që po nëse rast se jo po e përmendim tani, është koncepti i palëve të lidhura si kriter. Pra, i njëjti aksioner në dy institucione të ndryshme, në këtë rast ne do ta ndjekim më tek këtë çështje, për të kuptuar edhe, po themi, se si e mendon bordi këtë gjë, raporti mbikëqyrës, por normalisht do thoya që është po e njëjta palë interesi. Edhe si e tillë, do zbatohet kriteri i tavanit prej 1.2 milion euro. Që do thotë, nëse ka hapësirë brenda 1.2 milion euro, pra nëse aplikimet e mëparshme të marra së bashku janë më pak se sa 1.2 milion euro, por jo më pak se diferenca e mbetur 150.000, atëherë po që mund të aplikojmë. Besoj që isha i qartë për pyetjen. Ka nisur të Besarta një pyetje, po vetëm gërmën e parë shoh këtu, kështu që Besarta lirisht mund ta vazhdosh pyetjen. Edhe një pyetje tjetër, sepse Vesa ka qenë duke prezantuar, është nga Shqiponja që thotë që jam duke ndjekur për herë të parë këtë sesion dhe nuk kam informatat nevojshme në lidhje me aplikimin. Këto i gjeni normalisht janë thënë në sesionin e parë informues, përfaqësuesi një biznesi privat që ka bashkëpunim me Shkollën Profesionale Abdyl Rama në Suarek për 3 vite radhazi. Nuk e kam qartë se aplikimin të programit duhet të aplikoj shkolla, a mund të aplikojmë dhe ne si biznese private. Ky është një program i dedikuar për arsimin profesional, ku shkolla si udhëheqëse e një konsorciumi të përbërë nga shkolla dhe kompanitë private përfiton investime me qëllim rritjen e cilësisë së arsimit profesional. Këto i gjeni shpjegimet në udhëzimet përkatëse. Po atëherë kemi pyetje tjera shtesë? Apo tani, do t'ju japim fjalën atyre pjesëmarrësve që kanë ngritur dorën. Po ja fillojmë si janë të nisuar, Destani Berisha. Po urno Desa. Destan, kemi pyetje nga ana jote? Atëherë ndërkohë derisa presim me Destanin, ndihojmë me natyra, gruda. Pra po e shpjegova pyetjen e natyrës. Shumë mirë. Faleminderit Renata. Vitesa Vlasi është në ndjem? Edhe si duket Vitesa momentalisht të pa Fiona. Fiona Shehu. Fiona, kemi pyetje nga ana jote? Si duket as Fiona. Nuk është, edhe kemi edhe Dritonin. Driton? Atëherë si duket, ndoshta në gjithë kamerat kanë marrë përgjigje nga sqarimet apo nga përgjigjet në ndjem që ju dhanë, apo përgjigjet me shkrim që Renato vetëm një është përgjigj.
Nëse Uh, kam patur probleme me mikrofonin, po. Gjithsesi unë do thoja po Geta ka mundësi që mos dëgjohen, po ne nuk i suportojmë dot këtë pjesë që t'i bëjmë që dëgjohen më mirë. Gjithsesi me qenë se jemi pyetja besatës është obligative që t'jenë 3 kompani bashkëpunuese, po. Pra është minimumi 3 kompani. Pyetja ime është në rregull nëse njëra fjona, kompani bashkëpunuese ka si bashkëpronar të njëjtë. Në këtë rast përjashtohet e shpjeguar në sesionin informues. Pra kompanitë që janë sipërmarrëse që i bashkohen konsorciumit nuk duhet të jenë të lidhura me institucionin arsimor që aplikon. Atëherë faleminderit shumë. Faleminderit Renato. Nëse ndërkohë ne ju inkurajojmë që keni nevojë për sqarime shtesë, keni pyetje, mos hezitoni na kontaktoni direkt në email-at tona, i keni të listuara edhe në webfaqe, sikurse tek une vesa.wbilice wb6.org. Nëse thash siç duhet, pak do ta listojmë edhe në chat, apo edhe direkt te renato.vasile@rcfbilice.wb6.org. Ju rikujtojmë në fund, afati fundit për aplikim është data 6 shtator në ora 12, atëherë mbyllet sistemi. Marr parasysh që data 6 shtator ka qellu që është ditë Bajrami. Ne dim në traditën tonë kemi që të shkojmë vizitë familjare apo të presim vizita familjare, andaj mos e leni për momentin e fundit, ditën e fundit, ju inkurajojmë ta bëni fakt dorëzimin e aplikacionit sa më herët që keni mundësi. Atëherë faleminderit shumë dhe miru pafshim. Faleminderit Besa, faleminderit gjithë, mirupafshim. Thank you Alexandra and the team.